Në kantierin Lungomare 3 Vlorë Orikum, një prej projekteve më të rëndësishme në qytetin bregdetar, puna po vjen me ritme të larta për këtë investim strategjik që zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës. Kryeministri Edi Rama ndau këtë të hënë në rrjetet sociale, pamje nga punimet që po kryen në kantierin e transformimit sipas tij të aksit të radhimës, ku shtrihet projekti Lungomare 3 e që po shkon drejt përfundimit. Bypassi Orikum Lungomare 3 shtrihet mbi kodrat e rrugës Vlorë Orikum e do të mundësojë edhe frymarrje krejtëre për Vlorën. Ky investim strategjik zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës dhe krijon kushtet optimale për vijimin e Lungomare 4 në zonën e Orikumit, duke e bërë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë në mesdhe. Lungomare 3 do t'i shërbejë jo vetëm banorëve të zonës, por edhe të gjithë turistëve vendase të huaj që frekuentojnë Rivierën shqiptare.